Përshëndetje, unë jam Mikela dhe sot kemi një vlog të ri. Ne ishim në Vlorë, shkuam tek Burger King. Pas shkuam tek ky dyqani, që është hapur në Vlorë, ka pak kohë. Shkojmë gjithmonë aty. Është ka këto linjat me 1500. Ja, edhe Ola bleu këtë lodrën, është për të vendosur lapsat, si me rafte me sirtare. Edhe po thoya që shkojmë gjithmonë. Kush është në Vlorë ja sugjeroj të shkoni sepse ka gjëra që ja vlen. Morëm këto të dyja që janë thika, nuk po I tregoj më shumë se mos na bllokohet. Pastaj mora këtë, është me lodra nga këto që bëjnë zhurmë, ka 3, më pëlqyen, kishte shumë lloje, po mora këtë për mesën. Pastaj morëm këto çorapet, ishin 1, 2, 3, 4, 5 palë çorape, 1500 lekë, 1600 apo 1500, nuk e mbaj mend sa është ajo linja, me 1500 apo me 1600. Nice. Edhe këto, ka marrë edhe një nga këto për aroma që se keni iden, është super. Kam vetëm 5 minuta që e kam vendosur edhe e kam mbushur shtëpinë me aromë. Që I kam hedhur pak nga ajo aroma e robave, ajo nxjerr kështu si tip avulli, është mbushur shtëpia me aromë. Do blej një aromë, do e provoj ta e ky aromë për shtëpinë domethënë. Edhe po, e bën punën e saj shumë, por shumë mirë. Do ja u tregoj tani. Ja, e kam fjalën për këtë, e kam vënë në punë tani dhe ja ku e nxjerr avullin këtu. Është shumë, po shumë e mirë. Ndryshojnë dritat, është kjo këtu. Unë as nuk jam ndruar akoma, sepse sa po erdhëm, ula të tregoja këto gjëra që morëm, dhe do futem direkt të laja drolën, se nesër e hënë, do iki në kopësht. Gjithashtu kam për t'ju bërë një haul nga Temu, me disa gjëra të vogla që kam bler vetë, por që po mendoj ta bëj nesër më mirë, nga që edhe sot nuk është se është drita shumë e mirë. Kështu që po e le për nesër kur të kthehem nga kopshti I drolës. Pasi të kem çuar drolën. Kështu që unë për sot do ju them natën e mirë edhe do shihemi nesër. Do bëj sot haulin nga Temu, se e kam vonuar shumë. Unë e kam bërë këtë video një lëmsh të madh, por gjithsesi do mundohem që ta rregulloj në mënyrë të tillë që të dalë disi me kuptim, po nëse do pres pak kohë gjatë të mbaroj edhe do ju tregoj. Edhe po filloj t'ja u tregoj. Kam marrë një kapele, që është kjo këtu. Më pëlqeu shumë shkrimi, Bad Hair Day, domethënë dita e keqe e flokëve, dita e keqe e flokëve, diçka e tillë. Kështu është e lezetshme. Ishte në disa ngjyra aty, por që unë zgjodha këtë, vjen me zezë, gri, nuk e di. Këtë ngjyrën që është si është plar, nëse po, kapelja. Ju e dini që unë jam e fiksuar me kapsat për drolën, po këtë herë zgjodha edhe 2 për vete. Zeza të vogla për t'i kapur flokët kështu, domethënë. Nëse e kuptoni, I kam vendosur një herë më duket, po I kam vendosur. Pastaj mora një për vetullat, edhe se keni idenë sa më ka pëlqyer, është kjo këtu. E kam marrë në ngjyrën gri, në të zezë. Domethënë gri në të zezë, gri e errët. Është kështu, këtë ngjyrë. Po nuk e keni idenë sa bukur qëndronte vetulla, e kam përdorur disa herë dhe më super pëlqen. Çfarë t'ju them? Ninte edhe me furçën e saj, që lyen shumë kollaj. Këtu ka marrë një organizuese për çorapet, për mbathurat për adrolën, që t'ja vendos tek dollapi. Ja, ka disa ndarje. Dhe më zia gjej të brendshme kanatjeret e çorapet. Edhe thash do ja vendos tek kjo, t'ja var aty dhe t'i kem gati, mos të mundohem shumë. Pastaj ka marrë dhe një budallëk. Këto janë stikera kështu në formë zemre. Dua që t'i vendos tek muri, pash një foto aty që dukeshin shumë bukur. Dhe thash do I vendos te muri I dhomës gjumit. Se di, të shpresojmë që do duken mirë dhe mos bëj ndonjë budallëk, po nëse do e provojmë me të parë me të parë. Unë po nxitoj se po më shkon ora ti kit marr drolën. Këtu ka marrë për vetullat kargoshër edhe një brisk. Shëra është kjo,
që vjen me të krarin e vogël këtu për t'i prerë. Gjithashtu edhe kjo brisku për të hequr pjesën lart ose e kupton. Pastaj kam marrë kapsa për adrolën, këtu kam vetëm një, por që ishin dy të tilla, edhe ja ka flokut dhe ja ve këtu. Aty në fakt to ishin për të mëdhenj, për mua se si më duket të vendos këtë në kokë, nuk e di, por që shikon. Këtu kam marrë përshtatës për nga iPhone në Samsung. Më kishte sjell Kunati me motrën një mikrofon. E kishte marrë gabimisht për iPhone, kështu që unë i porosita këto, ta provoj. Nuk e kam provuar akoma, por që shpresoj të më bëjnë punë. Kapsat e tjera. Normal. Këto të them të drejtën tek website-i më pëlqyen shumë, po kështu kur i shikon nuk është se janë gjë. Edhe në video më duker kanë shumë të bukura, por që kështu live se di. Okej, dhe ja provoj adrolës. Tu ka marrë një krër, edhe për vete, po edhe për adrolën. Është nga ta të tillët, që kur i lidh flokut i bëjnë me këtë. Edhe këtej është për ndarje. Gjithmonë kur ja ndaj adrolës, merja një kapse dhe i bëja vijën. Tani kam këtë. E kam përdorur edhe më pëlqen. Edhe sot i kam bërë pak flokut me këtë kështu, pa ndihmën e llakos e xhel. Edhe të fundit, para fundit, kam marrë këto çorapkat për mbesën, që nuk po e gjej ku hapen tani, po okej. Ja. Ja shumë të bukura. Me një fjongo këtu. Edhe për t'i kombinuar, kam marrë këto kapsa. Mbesës i kanë rënë flokët e lindjes, tani po i dalin të reja, por që do i zgjaten flokët dhe do i vendosim këto kapskat. Që duken të mëdhaja, po janë shumë të lehta. Edhe i kam marrë për bebe, që të mos i shkulin flokët. Me mbrojtëse. Edhe po, këto kam marrë, kam marrë edhe një palë të brëndshme, nga ato që janë, do me thënë të brëndshme, të poshtme, por që janë në mbushje. I kam provuar për vajzat që duan të porositin, po mirë porositin i të temu se kanë një çmim super të lirë, se sa ti blini në për dyqane që janë 10 vishin e çmimit që mund t'i gjeni aty dhe janë të mira, janë të mira. Me disa rroba duken, edhe me disa nuk duken fare. Gjithsesi. Nuk po ja tregoj këtu sepse i kam provuar, i kam veshur edhe pastaj nuk më duket edhe shumë etike që ti tregojmë të mbathura këtu, po nice. Tani kam edhe pak kohë për të ikur për të marrë adrolën, do heq të rëmujen edhe pastaj më vonë nuk e di, mbase do dalim, mbase do bëjmë diçka, të shikojmë. Me të parë, me të bërë. Unë jam gjithmonë me këtë. Ruam edhe xhiron ne për sot, dolëm pak në Kruj. Tani kemi ndaluar këtu se mama ka shkrepur që dua për të marrësin lule orkide. Tani jam fiksuar shumë me këto lulet, sidomos me këto lulet që janë pak të veçanta. Edhe po të shikojmë ato gjë Endri se ishin në një dyqan këtu me ofertë. Mirëmëngjes nga një tjetër ditë. Sot është ditë e verës, është data 14 mars. Edhe unë dua t'ju uroj një verë të mbar,
Edhe pse sot është vrentur, nuk duket si kohë, si ditë vere domethënë, por që gjithsesi ne jemi bërë gati edhe do dalim. Nuk e kam idenë ku do shkojmë, nuk e kemi vendosur. Donim të shkonim në Elbasan, por trafik. Kështu që nuk e di. Mbase shkojmë Tiranë, mbase shkojmë Sarandë, mbase rrim edhe këtu në Fier. Me të parë. Edhe lulkat e mia këtu. Shikoni kjo sa më është rritur kjo. Ka lëshuar këtë degën e re, këtu po lëshon një tjetër. Kjo që më bleu Endri vazhdon të jetë po njësoj, domethënë nuk i ka hapur këto. Edhe po, duke shumë bukur këtu te rafti. Mirëmëngjes, ka dita tjetër. Sot do dalim prapë. Vlogun e kam bërë vetëm do dalim këtu, do ikim aty. Por që po, tani do filloj të bëjmë gati. Prit të mbaroj, pastaj të flas. Por që po do bëjmë gati edhe do ikim në Belsh, tek Dorothea Eco Park, diçka e tillë, sepse kishte koncert dje, edhe pam që kishte shumë njerëz. Edhe sot kishte prap koncert edhe ishte Albani, Fifi edhe Eranda Libova. Do ikim në Belsh. Kështu që po, do fillojmë të bëjmë gati edhe do ikim. Këtu kam raftin që unë nuk ja u kam treguar, thjesht ja u kam treguar në një pjesë të vogël që ne kemi marrë, edhe e kam sistemuar në këtë mënyrë, po do afrohem pak më afër që t'ja tregoj. Ja si duket. Koshin këtu lart e bleva dje kur ishim tek ku shkuam tek qetu, tek Xhambo. Më duhej një kosh i tillë, kam futur plastrën aty dhe tharsën, do fut edhe makinat që ruhet Endri që qetet e këto. Lart kam vendosur disa detergjent aty, këtu peshqirët, kam vendosur edhe të interneti që e lëm në korridor që të mund të na kapë të gjitha dhomat. Poshtë pastaj kam vendosur një shtëpor tjetër që mbajmë disa gjëra të vogla që si për shembull kolinozin e androlos, kurçat, edhe ndonjë për të bërë dush, edhe milvën bashkë me peshqirët e vegjël, domethënë peshqirët e mëdhenj të trupit, edhe peshqirët e vegjël të fytyrës. Këto, besoj se duket shumë bukur. Këtu kam mbarur edhe peshqirin që është nduar kur dalim nga tualeti. Këtu poshtë kam koshin me rroba që duhet i fut për të larë, por nesër. Sot kam shumë herë edhe kam frikë se më merr me gjithë kapsa, me gjithë ato ndërset e rrobave, kështu që s'po i lëm sot, po i lëm për nesër. Duhet qenë se do ketë edhe diell, duket mos o lëm. Edhe po filloj të vishem tani direkt.
Jam veshura bërë gati sepse do iki të marra drolën të kopshti. Po doja t'ju flisja pak për në Belsh, që jemi super kënaqur, ishte shumë bukur. Atmosfera e papar ishte Randa Libova, Fifi dhe Alban Skëndera. Randa Libova shumë e mirë, Fifi gjithashtu shumë e mirë, por Albani është Albani edhe çfarë t'ju them. Nëse, por që do e kemi parasysh për vitin tjetër që të shkojmë të dy anetet në Belsh, sepse besoj që do bëhet tradit tashmë, edhe e sigurt që do shkojmë vitin tjetër, të dy anetet, për të bërë piknik edhe për të parë koncertet. Atë ditë na ndihmoi edhe koha shumë, o zot, ishte si një natë vere tamam. Edhe pse fryndejer, po ishte një herë ngrohtë. Edhe po me pak fjalë jemi kënaqur. Sot kjo koha herë shi, herë del dielli, pastaj bie prap shi, pastaj ikën dielli, pastaj del prap. E kështu. Unë kisha përshkuar tek posta sot, sepse më ka ardhur një pako që mezi po e prisja. Nuk janë gjëra për mua, janë për atë rolën, por që gjithsesi mezi po e prisja. Por fola me Endrin edhe më tha që mund të kthehet ai dhe të shkoj ta marrë. Kështu që mua më duhet iki të marr vetëm atë rolën. Pastaj do shkojmë pak tek mami Endrit edhe në shtëpi. Kështu që unë nuk e di këtë vlogun do e mbyll tani apo do e vazhdoj edhe pak dhe më pas do e mbyll. Të shikoj. Më duhet iki edhe tek Welli sepse më duhet një serum për fytyrën. Bëra edhe videon që parë të bashkëpunimit që tashmë e keni parë tek vlogu i kaluar. Edhe më duhet serumi patjetër që ta përdor në lëkurë sepse nuk e kam një të tillë. Këto pak a shumë, po do e marr me vete deri në darkë, pastaj do bëjmë piknik. Prap kabulli do ka shkon shumë. Ti luta Prindrit e tu janë. Tak. Janë. Kush është? Sankeca. Ja mama dia. Pasi ku me mos për ju. Po editoja këtë vlogun tani dhe nuk kam bërë një mbyllje. Doja të thoja që këto dy vloget e fundit i kam bërë pak lëmsh, domethënë janë filluar që në fund dhjetori edhe po mbarojnë tani, domethënë vlogu para këtij dhe ky. Ju kërkoj shumë falje, por avash sa u futëm çik në rutinë. Kështu që po, unë shpresoj që ky vlog t'ju ketë pëlqyer, ashtu si u them gjithmonë, mos harroni të bëni një like, një comment, një share, një subscribe, edhe ne bashkë do të qemi si gjithmonë në vlogun e radhës. Ju puth dhe u përqafoj të gjithëve. Shihemi në videon tjetër. Bye.